Ish-banori i Big Brother VIP Albania 5, Gimbo, ka ndarë detaje të reja nga jeta e tij personale dhe projektet muzikore gjatë një interviste. Teksa foli për marrëdhënien me Selin, romancë e cila nisi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gimbo zbuloi se lidhja e tyre po vijon edhe jashtë formatit dhe madje ka hedhur hapa të rëndësishëm përpara. Ai tregoi për takimin e partneres me maman e tij, duke lënë të kuptohet se gjithçka ka shkuar mjaft mirë. Selinës i kam treguar që do të dërgoj. E kishim një takim shumë të mirë. U kënaqëm. Inshallah kështu vazhdon, u shpreh ai. Nga ana tjetër, ish-banori ndau edhe planet në muzikë, duke zbuluar se është duke punuar për një album të ri në bashkëpunim me Gjesti, fituesi i Big Brother VIP Albania 4. Albumi ka të veçantë, secila këngë është ndryshe nga tjetra. Është një sound i ri, nuk e keni ndier ndonjëherë. Për këtë jemi munduar ta bëjmë në mënyra autentike të muzikës shqiptare, tha ai.